Një aksident i rënd rrugor me pasojë vdekjen e 2 personave u regjistrua në orët e 5 ditës së dielës në aksin rrugor Fush Kruj-Lezhë. Viktimat e radhës janë 2 të rinj nga Laçi, të cilët kanë humbur jetën teksa ishin duke udhëtuar në këtë aks. Ngjarja e rëndë ndodhi pranë fshatit Markomataj, kur automjeti me të cilën po udhëtonin 25 vjeçari Dario Hoxha dhe 30 vjeçari Bredar Elezi ka rënë në një grop në rrugë, dhe më pas makina e tyre është përmbysur për më shumë se 50 metra, duke shkaktuar ngjarjen e rëndë. Ky është aksidenti i tretë me bilanc 4 të vdekur në pak ditë, që shënohet në 500 metra të këtij aksi rrugor, që ndodhet mes fshatit Markomataj dhe Zejmen. Pak ditë më parë, Vizion Plus përsolli problematikën dhe rrezikshmërinë e këtij segmenti rrugor, ku shkaktohen më shumë aksidente. Specialistët fajsojnë mungesën e sinjalistikës rrugore, ndërsa policia shpejtësinë e madhe. Javën e kaluar, rikthimi i sigurisë në këtë rrugë ishte temë e takimit të liderit të opozitës Edi Rama me qytetarët e Fushkrujës.